Qëndronim si duke fluturuar mbi ujërat e qeta të Prespës. Sa më thellë hynim, aq më tepër na zgjeroi horizonti. Ja ka tundim, sa bukur dukej tani, ndërtesat janë të vendosura ndërmjet një lugine që hapet buzë liqenit. Buza e Katundit dukej si një ark i rregullt të ishtruar me mermer uji. Pranë buzës, shtrihen kopshte të cilat ndahen nga liqeni me një vit të bukur dhe madhështore prej plepash të lartë. Nga çdo anë tjetër, syri i shkëlqyer e gjithmonë i qeshur i qiellit, përkëdhelte me ëmbëlsi dhe hofshëm shtresën e kaltër të liqenit. Këto ishin përkthimi i qiellit, i maleve, i ndërtesave, i brigjeve të vendlindjes sime, të cilat me krye poshtë dukeshin si një kryevepër pikture mbuluar me një cip të hollë perdeje. Kështu do ta përshkruante Prespën, një nga penat më të shkëlqyera të letrave shqipe stereospase në romanin e tij Kryevepër Pse. Brigjeve të liqenit të Prespës së Madhe, aty ku perëndimi për flakur i dorëzohet peizazhit mitik, ndodhet bashkia e Pustecit, një kurorë mbretërore e bukurisë së natyrës dhe shpirtit njerëzor. Nënt fshatrat e saj të vegjël, Pusteci, Lajthiza, Zaroshka, Kallamasi, Gollomboçi, Gorica e Madhe, Gorica e Vogël, Djellasi dhe Cerja, ndriçojnë si margaritar me dritë të pashtershme trashëgimie, kulture, historie dhe mbijetese, sprovuar si minoritet, me sudhëkryqesh e dallgësh. Jeta e banorëve të Pustecit prej lindjes dhe deri në perëndimin e fundit është e lidhur përjetësisht me liqenin e Prespës, madhështia e të cilit ka lënë gjurmë duke gdhendur butësisht karakterin e burave dhe grave të zonës. Liqeni i Prespës prej shekujsh mbetet burimi kryesor i jetesës për minoritetin Maqedonas, fatlum që jetën e ndërtuan përballë dhe për krah tij. Në këtë vend ku dielli të bekon me dritë dhe nata të mëgjeps me yje, të gjithë burrat prej hapave të parë që hodhën, mësuan si të bëhen peshkatar. Ata kanë ditur të ruajnë me shenjë të ri dhe trashëguar me dashuri brez pas brezi, jo vetëm profesionin, por edhe lidhjen e fortë dhe të qëndësishme me liqenin, tek i cili nis dita dhe buron jeta. Peshkatarët më të moçëm të zonës, ata që sot flasin me heshtjen e bardhë të gurëve buzliqenit, ata që kanë pritur mira agime thellësive të Prespës, din gjithçka për këtë profesion duke nisur nga teknikat e peshkimit. Këto teknika janë shekullore dhe ruhen edhe sot të gjalla dhe plot detaje interesante në legjendat e banorëve të Prespës. Ishin një dy të rinj, edhe shkonin në Gosti, në një fshat Konc ku i thoshtin. Në një vend që skalonte dot atje, kishin vënë ca degë. Kur kaluan ata, pan peshkit dildin nga ato degat. Po thanë atëherë, shiko si e daçka peshkun. Do të ketë dega, edhe pastaj u eksperimentuar këto lloviçtet. Se në dega mblidheshet peshku, rinte brenda. Edhe shkonin i çponin ato lloviçtet, ishin zanate të tjerë, e thurnin ato lloviçten me koca, pastaj shkonin i tremdin, në krye të lloviçtes kishin një si burg, edhe peshkit futeshin të tërë në atë burgu, s'kishe mundësi që të ktheheshe ai prapa. Edhe pastaj me çerpall i nxirrnin peshk. Vite më parë nuk kishte familje në Presp, pa të paktën një peshkatar, por edhe sot, peshkimi mbetet një nga aktivitetet më të rëndësishme të ekonomisë lokale, edhe pse vështirësitë nuk janë të pakta, ndërsa numri i peshkatarëve sa vjen e rrudhet. Mbasi mbarova shkollën 2 vjeçare në Durrës, edhe vajta në brigadën e liqenasit. Sa vjeç isha? 24 vjeç. Djalë i ri kam qenë. Në sa punove? 40 vjet. 25 vjet në ndërmarrje shtetërore,
edhe 15 vjet privat, mbasi u erdhi demokracia, që më 94-ën. Më përpara, për shembull, para viteve, të themi, para vitit 65 e tutje, përpara, peshku gjuheshe gjithmonë me mjete privat, primitive. Për shembull, cirona gjuheshe me pezaul. Cirona. Kurse krapi vjen koce në liqen, edhe kur zbriste ai për të kullosur ose për të hedhur valën në breg të liqenit, në rrugën kur ktheheshe, edhe futeshe në kotec. Edhe pastaj nxirrne me këto. Kësa i themin e cërpallo macedonisht. Bas vitit 62-63 këtej, u pajisëm me Petromarksa. Petromarks qenë edhe sovjetik. Për ndryqim. Thellësia atyreve mblidhe Cirona, edhe Krapi mblidhe, edhe Skobuzi, edhe Kleni, po më shumëta mblidhe Cirona, se natën Cirona i duket se ujti për shembull në liqen ka zooplantone të vogla, dhe më thënë qenie të gjalla që ushqehet natën ai. Ose ditën supozon. Edhe natën mblidhet ai aty, edhe bën rrethimin. Ka një koshilog me motorin rreth e qark, 3 Petromarksa gjonin, 2 njeri ishe qendër, edhe rrethoshe, kapshim, kemi arritur të kapim 100 kvintal brenda një nate Cirona. Për brenda kishe edhe Skobuz, Klena, Krap, po shumica Ciron. Edhe ne ishim 2 brigada. Brigada e Liqenasit, Posteci që thonë, edhe brigada e Goricës. Planin e kishim 3.000 kvintal në vit, peshk, që nxirrej. 3.000 ne, 3.000 Gorica. 6-7.000 kvintal peshk. Cirona, Krap, Skobuz, Klen, i përzirë, po shumica Ciron. Tash sidomos ka zbritur liqeni shumë, ka ikur liqeni. Goxha ka ikur. Edhe kanë ndërtuar vllaqe, të reqin me vllake, edhe kanë zënë goxha peshk, sidomos Krap. Bashkë me mjeshtërinë e peshkimit, ata që kanë mbajtur dhe mbajnë familjet me këtë aktivitet, kanë mësuar mes të tjerash edhe si të thurin vetë rjetat, me saktësi perfekte, të forta dhe rezistente ndaj faktorëve natyror. Kam 46 vjet në peshkim. Unë kam mbaruar kursin e peshkimit në Durrës në vitet 78, në shkollën e peshkimit. Rjetat më mirë është që ti bëj vetë, se vetë e di peshkatari, do më se si duhet, sa i duhet, qoftë për lartësinë, varet nga thellësia e liqenit, nga vendet ku gjuan, janë do më shumë gjëra ndikojnë. Ne për Cironkën e kemi rjetën do më thënë 16 e lartë, milimetro. Për Krapin është 65 e lartë, kjo është për Skobuz, është rjetë milimetr 26 milimetr. Për se cili lloj peshku ka ato ndërtimet e veta, materialin e vetë. Peshkun e kapim dhe vetë, se cili peshkatar e shet vetë prodhimin e tia. E zem dhe e shet, po nuk ka për ditë prodhim në do më thënë që të zem. Kjo është me periuda. Ka periudë, ka peshk, ka periudë ndërpritet. Do më zilet sasi e vogël. Sot, çdo peshkatar ka të varkën e vetë, në mënyrë private, ai i ble që nga varka, që nga motori, që nga rjetat, të tërë i bën vetë, edhe shitjen e bën vetë, çdo peshkatar. Edhe shumë e vështirë për ne që jemi larg, një zonë e largë, do më thënë, Prespa, që është duhet ta çoj. Unë duhet ta dërgoj gruan, për shembull, që t'i shes peshkun në Korçë, një ark. Po ajo ka dhe rrugën, do me unë bet ditën, rrugën, transportin, këto të tëra, edhe për transportin, po të ketë një ark më shumë i merr ai që e merr. 2.000 leka, 3.000 leka të tjera, një ark peshkatari, po të zerë i shkon vetëm shpenzim e rrugët. Kanë shumë vështirësi. Tash i kanë ndikuar dhe këtë periudhë. Edhe rënja e liqenit ka rënë shumë liqeni. Po një rjetë duhet për shembull për Cironkë vetë në 2 ditë mund ta bëj.
Rjetë skobuzi mund të bëj, unë që jam specialist, mund të bëj një rjetë e gjysmë në ditë, tër ditën të punoj. Ose rjetë krapi e bën një rjetë. Ti bën vetëm për vete, apo dhe për peshkatarët? Për vete, jo, për vete më shumë, po edhe në një shok që më thot aman më ndihmo, bëmi ti se s'din të tërë t'i bëjmë. Edhe i ndihmojmë, edhe neve ja bëjmë. Po e bëjmë me një shpim fare të lirë, për 7.000 leka, për shembull, ja bëj rjetën 2 ditë punë, çfarë do bëj unë edhe kur jam ditën i lirë. Do i ndihmojmë. Njëri me tjetrin, më kupton. Përplasja e lopatave dhe zhurma e motorëve të varkave tani dëgjohet më rrallë, ndërsa liçeni hap krahat e kaltër, duke pritur me durim, të kthehen ata që dikush përndanin thellësive të tij, gëzim, emocione dhe jetë. Të pakta janë edhe hapat që thyejnë heshtjen e rëndë rrugëve të fshatrave të Pustecit, aty ku të moshuarit i ka krusur e përullur malli, shumë më tepër se pesha e viteve apo vështirësitë ekonomike. Imame okolo 80 godini. Во Глобачени сме разправани со бујсијата, со блекторијата, цел живот така го поминам. Имам 4 деца јас, Дојде времето сега сотворе дуњата, што велат, и ни сјојда по државите, по Америка, по Германија. И ние сега нова доба останаме сами. Гледат, напулят, нагледат. Арно, сакаме помош. Помош немаме од никој. Селото са празна, са намале. Ние сме само ние, са сите. Цело село и цела Преспа. Биеме околу 300 души тука. Сега ние сме уште 50. 50 души, сите са пенсионери. Нема помош на кого да му побараш. Ние сме сите за помош. И се расправаме со земјоделие. Некој е градинче, некој колку само за јадење. Друго, немаме што да работаме и не можеме. Ние сме тавчевеле да работаме. Нямаме снага сега да работам. Zona tonë patjetër është shprekur nga ky fenomen, biles mund të themi është shprekur në një masë më të madhe, duke qenë se jemi midis 3 kufive, edhe në më herët le të themi se vendet e tjera, duke ikur në Maqedoni, në Greqi, dhe këto kanë ndikuar jo pak në zbejën e disa nga traditave të zonës, sepse rinia e djeshme e viteve 90 që është larguar ka qenë ajo që ka jetuar edhe pjesën para viteve 90, por sot ata janë në një moshë edhe më të madhe, por duke qenë jashtë ata e kanë ndërtuar jetën atje dhe nuk secili ka planet e veta të kthehet ose mos kthehet këtu për të zhvilluar të ardhmen. Por besoj se kjo do të përmirësohet ndoshta me futjen e Shqipërisë në Bashkinë Evropiane që të kenë mundësi këtu të kryen investimet edhe që të kenë mundësi të nxjerrin edhe të ardhurat e veta për të mbajtur familjen, për të zhvilluar një biznes. Banorët e Pustecit, ashtu si e kanë të fortë lidhjen me liçenin, të tillë kanë edhe lidhjen me tokën, e cila, edhe pse e pakët dekursyër, jep prodhime cilësore me shije unike. Normalisht ruajnë edhe element të prejardhjes të tyre maqedonase, cilat i kanë kryesisht në pjesën e ushqimit, kulinarisë, në pjesën e prodhimeve bujqësore që ata prodhojnë, sepse dhe flora, fauna në zonën ku ata jetojnë është shumë diverse dhe ju ofron një të mirë të madhe themi në disa produkte të tilla siç është fasulja, për shembull, që e kanë tipikisht të veçantë nga zona tjetër. Mirë po janë shumë të dhënë edhe në pjesën e
frutave të egra që i gjejnë lehtë te mali, te kërpudhat që i kanë një varietet shumë të larmishëm, gjë që ne nuk e përdorim të themi në fushën e korçës, ose e përdorim në 1-2 varietete. Nëse ti shkon në një familje në Pustec, pavarësisht fshatit ku je, sepse nuk kanë shumë dallim fshati nga fshat, kanë të njëjtat tradita, të njëjtat vlera dhe një ekosistem, por ata të tregojnë varietete kërpudhash që i njohin shumë mirë. Madje edhe i mbledhin, i kultivojnë, din t'i konservojnë, din t'i ruajnë. Kanë peshkun e liqenit prespës dhe cironkat e vogla që i thajnë dhe i përdorin në shumë varietete, sidomos në tavat që i kanë shumë të shijshme dhe njihet kjo zonë për kulinarinë e peshkut, por kanë edhe produkte të tjera bujqësore që kemi dhe ne si fushë e Korçës, që te patatja, domatet, specat, pra kemi pothuajse të njëjtën pjesë të kulinarisë në pjesën e perimeve. Mbledhja e kërpudhave për konsum familjar, por edhe për t'i tregtuar, është një tjetër traditë e trashëguar mes banorëve të minoritetit Maqedonas të Pustecit, të cilët i mbajnë të forta, jo vetëm lidhjet kulturore, historike dhe identitare me Maqedoninë e Veriut, por edhe ato ekonomike dhe tregtare. Ndodhemi në fshatin Lehtis. Përballë kemi një habitat të përshtatshëm për rritjen e kërpudhës natyrore. Si tradit ka qenë, këtu rriten 2 lloj kërpudhash. Kërpudha livadore që i themi neve, e cila përdoret kryesisht për konsum në shtëpi, gatuhet me përzierje të ndryshme, jo diçka edhe i themi neve një gjell fshatqe. Kërpudhë mlidhet, pastrohet, drihet, skuqet pak, pastaj e vendosim në tavë, zihet, nuk e përzihet pastaj me një çik qep, me një çik spec, bëhet një gjell e shijshme të kënaqësh. Gorizë të madhe përdorin në Lajthiz, në Pustec, në Zaroshk, në Shulin, kudo. Dhe kërpudha tjetër, që është vergan, që rritet në habitatin pjor, kryesisht për të shitur. Është bërë e zakonshme që çdo ditë, 10 burra dhe gra të Pustecit në moshë aktive për punë, por edhe të moshuar t'i shohësh teksa kalojnë doganën e Goricës që lidh 2 vendet kufitare. Pasi mbarojnë punët e shumta dhe të rënda në bujqësi, këta njerëz që frymojnë dinjitet, marrin rrugën për të punuar në sektor të ndryshëm të ekonomisë në Maqedoninë e Veriut. Njerëzit kanë gjetur kushte për të punuar, duke mos patur që të punësojnë tek vetë në këtu në Shqipëri, domethënë në Prespë. Ata kanë vazhduar më shumë, kanë punuar sezonalisht në Bashkinë e Resnis, ku janë marrë kryesisht me bujqësi, po edhe me ndërtim. Sidomos vitet e fundit, mungesa e krahut të punës në Maqedoni, siç është, ka detyruar shumë njerëz edhe në moshë pensioni kanë nxjerrë të ardhura gjatë sezoneve të ndryshme, sezoni i modës kur ka qenë. Duke qenë se është dashur edhe krah pune, më shumë krah pune, edhe pagesat kanë qenë më të mira për këtë arsye. Njerëzit kanë vajtur edhe le të themi gra edhe burra që momentalisht janë në pension, kanë vajtur edhe vazhdojnë që të punojnë në Maqedoni ose qoftë edhe në Greqi. Emigracioni pandalshëm i banorëve të Pustecit ka shtuar barën e punëve dhe përgjegjësive për gratë e kësaj zone. Ato mund t'i dallosh lehtë, jo vetëm nga veshja, por edhe nga krahët e fortë që punojnë tokën dhe kujdesen për blegtorin, nga duart e ashpra që gatuajnë bukën e ermir dhe vjelin rushi në vreshta, dhe mbi të gjitha, nga dlirësia e zemrës me të cilën mbajnë ndezur dritën e familjes. Tani 6 javë do t'ile, të fermentojnë një çaj edhe pije. Edhe pastaj kur të duhesh do zihet për raqi. Për raki, po për ver? Për ver do të nxjerrësh më përpara ver. Sa duhet për ver? 40 ditë. Për ver 40 ditë. Sa ver prodhon ti çdo vit, edhe sa raki? Sa ver, si të ketë... Si të jetë sasi? Si të jetë sasi, si të jetë viti. Ka viti që prishet ver, rushi. E përdorni për familje, për konsum, apo e shisni? Shisni? Po të kesh për shumë shisës. Po të kesh shumë... Me dhe 4 kemi të vit.
katër bidon këtë mëdhaja. Të verën dhe rakin që prodhoni. Shoqëroni drekat, darkat. Darka, do të thënë çdo ditë konsumoni verë dhe Për miq. po për vete. Edhe për vete, për vete. Ti vete pi verën apo se pi? Unë vera e pi. Në drek. Në drek. Veçoritë e identitetit të minoritetit Maqedonas në Bashkinë e Pustecit, spikatin edhe tek traditat e gatimeve, recetat e të cilave janë bartur e përcjell besnikërisht tek vajzat dhe gratë e çdo familje. Neve kemi shumë tradita që i ruajmë nga pleqë tanë. Njëra nga këto është krapi, që e bëjmë, e marrim krapin e kripim në fillim, e mbajmë 3-4 ditë në krip, e heqim, e lajmë, edhe e shkojmë kështu në këto vjetë edhe i thajmë. Ky është krap. E përdorim ne të thatë. E zem, e rjepim, është i rjepur ky, edhe i krypim me kryposet, edhe thahet në diell, edhe përdorim për në dimër, kupton. Për të ngrënë, e zjen këtë, e bën ndonjë tavë me oriz, edhe me verë, me raki, pijet. Kurse këto të tjerat janë cirona. Kjo është cirone e vogël. Edhe kjo për punë përdoret. Bën një val këto, pastron nusja ose gruaja këtë kesh në shtëpi, skuqet me piper, pak, edhe për orek se janë shumë të mira, për të ngrënë. Pastaj për të gatuar, i marrim i presim në feta, i vemi njërë në ujë të ngrohtë, e heqim ujin e parë, pastaj i zjem me ujin e dytë, pastaj i lajmë prap, e heqim lëkurën se ka shumë krip, edhe e skuqim me vaj dhe me piper të kuq. Ndërsa, po të doni që ta bëjmë me oriz, me pilaf si i thoni juve, e zjem pilafin, kur e skuqim krapin e vendosim sipër mbi pilaf, e futim pak në stof, edhe merr një ngjyrë të mirë, edhe servisim. Ndërsa prapë bëjmë edhe me qep. Bëjmë qepën veç që gatuajmë, pastaj prapë skuqim krapi dhe vendosim sipër si me orizin. Edhe cironat po ashtu i bëjmë. I zjejmë, ujin e parë edhim, pastaj në ujin e dytë, i skuqim edhe ato dhe vendosim prapë në oriz. Mes gatimeve unike të Pustecit dallon tava e Koranit, gatimi i hershëm dhe i pangjashëm me asnjë recet tjetër që ka moshën e liçenit të Prespës dhe gatuhet me ujin e tij. Tava e Koranit mbetet gatimi i parë dhe më i kërkuari, që pasuron ofertën turistike të zonës dhe ma zgjuar interesin e vizitorëve vendas dhe të huaj. Tavën e përgatisim me qep të grirë, piper këdjekse dhe ujë liçeni. Pasi të zjej ajo, i edhim edhe verën e bardhë. Po e keni mësuar këtë recetë? E kemi mësuar nga gjyshërit, nga nënat, nga është tradicionale, se kjo gatuhesh te moti. Quhet tavë tradicionale. Ujë nga liçeni. Sa e vjetër që kur ka dalë liçeni. Ka gatime shumë të mira tradicionale, patjetër që ka. Edhe shumica e tyre janë provuar nga gjithë ata që kanë ardhur që kanë provuar, po unë them që ka edhe shumë element, shumë pjesë të gatimeve që nuk janë përdorur masivisht. Do themi që vërtet ja vlen që të futen në menyn tradicionale të restoranteve të cilët janë këtu në Bashkinë e Pustecit. Ne kemi bërë një përpjekje, po patjetër që këtu, siç thash, duhet të punojmë ca më shumë. Nuk duhet ngelen vetëm këtu që kush vjen në Bashkinë e Pustecit duhet ta provojë që t'ja transmetoj dikujt tjetër që ta vi ta provojë. Kjo është padyshim shumë e mirë, por mendoj që duhet punuar edhe nga vetë restorantet. Vit pas viti liçeni Prespës së Madhe po u largohet edhe brigjeve dhe banorëve të saj, duke u tërhequr me kilometra të tëra dhe duke rritur shqetësimin për të ardhmen e përbashkët të liçenit dhe të vetë zonës së Prespës, aty ku të mençurit thonë, sa të ketë liçen do të ketë jetë, dhe sa të ketë jetë do të ketë liçen.
Po çfarë të them, me këtë vrap që ka marrë liçenin, zbesoj, domethënë ndonjëherë. Po shterohet liçeni. Kështu që u prishën tërë ato vendet ku kishe qef peshku të ri. Këto vitet edhe 30 kuntal krap në ditë kam pas nxjerrë këta njerëzit. Sot nuk nxjerrin atje. Nuk nxjerrin gjë.